Rezultati pothuajse fatal i 28 dhjetorit i ka shkaktuar opozitës një farë lloj PTSD, një çrregullim post-traumatik. Pra, ajo gjendje kur një parti, pasi e ka marrë një goditje, nuk vendos më me bindje, vendos me panik, vendos me instinkt të mbijetesës. Vendos të je pas këshilltar jo arsyen e parimin, të je pas këshilltar tutën. E tash, le t'i qesim dy opsionet qartë. Opsioni i parë. Nëse opozita nuk e voton Vjosën, rrezikon që veni ka me shku në zgjedhje, rrezikon që Kurti me u rrit, rrezikon që ai në fund me u zgjedh prap vet e me zgjedh Vjosën. Pra kjo është rrezik. Opsioni i dytë. Opozita voton Vjosën pa kushte, e shtyme petutës. E voton jo se e beson si vendim drejt, po se kanë me na myt në zgjedhje. Pra në nështrimin e paketojnë si arsye, si stabilitet nacional. Mirë po, edhe në verzionin e parë, edhe në verzionin e dytë, efekti është i njëjtë. Zgjedhet Vjosa. Tash vjen pyetja kryesore e editorialit. Cilin opsion me zgjedh? Unë kisha thonë, mas mirë me zgjedh opsionin që ti beson që është ma parimori, e jo opsionin që duket ma i lehti. Në politik, me vendos me ullë tensionin sot është mënyra ma mirë me ngrit shantazhin nesër, sepse kjo logjik kthehet në standard. Çdo vendim i vështirë i pushtetit, kur i dohen shumë vota, ka mu formulu, ose votoni, ose në zgjedhje. Tash, a doni mi kalu 4 vjet para murit pushkatimit të i thonë po ja ngrehi kamën, 4 vjet të qeveris për i tutës, tuta o këshilltari keq i njerit, të shtyn me mbrojt fatin ton politik në mënyrë irracionale. Opozita nuk guxon me përsërit gabimin e vitit kalum, kur u pat shëndru në aparat automatik të votimit jo. Sepse në këtë mënyrë përbosh material për eksperimente, përbosh test laboratori i pushtetit. Prandaj unë këtë situatë e shoh kështu. Partitë që dolen keq në zgjedhje duhet me ul bashk, me dal me një qëndrim edhe me një propozim. Përgjegjësia për mi mbledh i takon partisë, le të themi më të madhe opozitare, ose asaj që ka dal mas paku keq PDK-s. Pyetjet që duhet me ushtru janë thjeshta, janë konkrete. A kena ndaj kusht për me votu presidentin? A kena ndaj emën tjetër për president, ma të mirë se le të themi Vjosa që propozohet për shumicës? Nëse po, kush është ai Karajfil? Nëse jo, pse jo? E nëse opozita vendos me votu Vjosën, pse mos me pas një kusht që publiku e mirë kupton e jo me votu prej tutës. Për shembull, mundën mi thonë pushtetit e votojmë Vjosën me kusht që në paket me u bo një balancë institucionale për disa pozita kyçe. E votojmë Vjosën, po kërkojmë që institucionet kyçe si gjykata kushtetuese me u plotësu me gjyqtar të pavarur që nuk janë të kapur për pushtetit, në mënyrë që me pas dikon një vend ku pushtetesh. Një partis nuk i duhen x deputet për mi majt në vitrinë. Deputet duhen me ushtru funksionin e tëne, me mbajt në kontroll pushtetin. E nëse ti i ki votat, po zguxon mi përdor, atëherë pse po duhen ato vota? Pse po ekziston si opozit kur zguxon mi përdor? Pra opozita sot i ka 2 zgjidhje të këqija. E para me u dorëzu pa luftë e me shit dorëzimin si vendim të arsyeshëm, kur krejt e din që është vendim prej tutës. E dyta me thonë qartë, me dinitet, që nuk voton kundër bindjes politike veç pse dikush po të shantazhon me zgjedhje. Nuk dush me thonë as me inati, as me histeri, me parim, me alternativë, me kusht. Në politik, kur e pranon frikën një herë, ti ki me bashkjetu me frikën për 4 vitet e ardhshme. Sponsorët e emisionit tem, siç e dini, janë Riga Farm, që është kompania më e madhe farmaceutike në Republikën e Kosovës me rreth 100 pika, është Jys Kosova, është kafe Pavin,
është edhe Bujala Estate.